Edhe në qoftë se do hash mjalt, një lukë në ditë është e shëndetshme. Po hëngre 6 lukë në ditë ka probleme dhe po hëngre 10 lukë në ditë bësh me diabet. Edhe në qoftë se një kandidat në mënyrë legjitime ka provat mjaftueshme, si shkalaja mund të ketë provat mjaftueshme, sepse ndodhet në konkurim me përfaqësuesin e grupimit më kriminal në Durrës, antar i Partisë Demokratike, kandidat i Partisë Demokratike, i cili ka vjedhur dorë votat Kalas. Kalaja nuk ka kurajën ta thotë kështu shprehen. Po thotë duhet transparent, thuaj hapur zotëri. Ty ti ka vjedhur votat Ndoja. Ndoja është përfaqësuesi i grupit më kriminal që ekziston në Durrës. Durrës Shijak. Këtë thuaj. Mos e sill vërdall. Po mërë, po t'ishte kriminal do t'ishte në burg me qa. Beno, ti a më gjove mu që a thash këtë gjë individualisht me këtë moral, por me luftë të pastër morale, jo me lëvizje beli, ke drejt ta bësh. Por në qoftë se krasteje e bëjnë, por kur krasteje këtë e bëjnë dhe një 10.000 kandidat, humbet vlera e transparentës. Ku shkëm të 10.000 kandidat, se si dim si njofë, në skakjeri jemi gjithë lidhë. Ju, me këtë mekanizmin e individve që pas kanë të drejt, ju mbështet dhe kryetarit, tashmë se deri dje nuk mbështeti, po i dolet jashtë lojë kryetarit, dhe tani s'ka që bëj, se e dojë gjithë lëvizje kryetarit. Kryetarit s'u mbështeti. Partia s'u mbështeti lëvizje. Tani që ju e bët akt, partia kuptoi që jo, duhet i mbështet, se ne po ju mbështet, po bëzë kur u mbështet. Dhe çka keni bërë? Keni filluar tani po hapin kutitë gjithë Shqipërisë. Kjo nuk është transparencë. Çfarë problemi ka? Kjo nuk është transparencë. Kjo është një lëvizje skenarizuar për të futur në kolap procesin. Dhe ti je pjesë e këtij procesi. Unë kam futur në kolap procesin. Dhe ti je pjesë e këtij procesi. Unë kam futur në kolap që më kanë marrë votat, unë kam futur në kolap. Jo. A seriozisht e ke? Ti vetëm. Ti pa ti e pranove vetë. Dëgjoj arsyetimin. A e ke pa videon? Po ta bësh ti. O meça, i ke pa videon? Atij që ti vodhi veta sepse me grupin kriminalitet ka vjedh votat, po them unë. Po në qoftë se ju e bëni që të gjithë. Si të gjithë. Ty shqekan të legitimiteti, falë, masiviteti të merë gjithë, po sepse në gjdo vënd po kërkon një apje votash, po jo pra e ke pa në gjdo vënd, në gjdo vënd. Ku ka miratu kasi, e ke pa të po ju ka kundërshtu kasi, sepse ligji nuk i lejon t'i hapni ju. Ligji i lejon t'i hapni partit. Këtu e ke ka, ti e dakord me këtë ligjin. Që ta mbyllë arsvetimin. Je dakord me këtë ligjin. Në gjdo moment, zhej ta mbyllë arsvetimin. O meqe, je dakord me këtë ligjin ti. Të gjithë papriashtim kanë të drejtë. A je dakord, e ke lexuar ligjin, ti s'e ke lexuar ligjin. Atë që ju jep ligji në atë moment, që ju jep ligji. Në qoftë se ligji nuk është i drejtë, po mo të bëjnë luftën për ta ndryshuar ligjin për një fazë tjetër. Po ku nuk është i drejtë ligji? Thuaj më çe. Ku nuk është? Po. Apo si amendësim, në qoftë se ligji nuk është i drejtë. Qartë, pse nuk është i drejtë ligji? Ligji nuk është i drejtë, është i drejtë po ligji, nuk sa është i drejtë. Po jo, ligji është i drejtë. Ligji është i drejtë, direkt të muhabet. Po jo, ai thot, këndvështrimi i tij është që nuk është i drejtë. Pa ai s'e ka lexuar. Dhe e ndërton gjithë skemën mbi padrejsinë e ligjit dhe thot, unë çështjen time, nuk e kam çështjen time, po do ta kthej një çështje të përgjithshme që të gjithë pa përjashtim ta fitojnë këtë drejtë. Po mos zotni. Bëje këtë gjë. Po pra. Bëje mbasi ka mbaruar procesi, se ka mbaruar procesi. Brenda